do thonë që para mendohet se në ditën e Kiametit ki bën vepra, edhe e merr fletushkat nuk i gjen ato veprat. Agjerim, namaz, lexim Kur'ani, nafile, hax, umre, nuk i. Ja Rab, ku janë këto? Ma ngadal. Këto thot janë të regjistruar në regjistrin e filonit dhe filonit dhe filonit. Thot pse ja Rab, unë i kam kri. Thot po, mirë po ti e ke godit filonin. E ke ofendu halonin. E përgoju filonin. E ke akuzu filonin. Ja ke mshu filonit, ja ke der gjakin filonit. Ketë këto filonat ti kanë morë këto. Po ja Rab, këto gjënoje që janë fletushkat e mia. Nuk i kanë bon, si janë të mijët. Thot janë të filonit dhe të filonit, filonit. Ata të cilët i ke ofendu, ata të cilët i ki bon patritësi, ata dhe ata gjënohet të tjerët kanë ardhur për shkak se s'kish mi çka mi dhon më duhet. Kë është njëri më i bankrëtuar apo i falëmetuar në ditën e gjykimit. Për atë kur i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pyetë a të drunë me një fules, a dini kush është i bankrëtuar apo i falëmetuar? Tha Resulullah, ai në këtë dunjë ai që s'ka dinar dhe dirhem. Thot po në këtë dunjë po, e vërtet. Mi po ditën e gjykimit mos ka dinar dhe dirhem. Ai bëhet me sevap edhe me gjunoje. Thot i falëmetuar është ai i cili ka namaz me sa kodrat. Ai i cili ka nafile sa kodrat. Ai i cili ka agjerim sa kodrat, sadaka, vepra të mira. Megjithatë, thot e ka uzu filonin, ja ka mshu filonit, nuk ka kujdes nga filonit, ja ka hongër mollin filonit, i ka bën padrejti filonit. Kejt këto ja morin sevape, nëse nuk gjejnë sevape, thot ngarkohet me gjunoje dhe hedhet në zjarm. Allahu na ruaj. Hoc një pyetje lidhe me këto që na fyejnë në rrjetet sociale, në për video, fjalë shumë trona, na shajnë, nëse ana i marrin gjunojet. S'ka dyshim se kupton, do të thonë veçantinë sa çështje në fesë. Unë kam dyshim se ata do të thonë që e fyen një besimtar për shkak fesë, ka mundësi të dalë njëri për besimit. Për shkak se nuk e fyen për shkak moralit të tij apo sjelljes së tij. Nëse na fyen për shkak sjelljes jo të lakmueshme tonë apo për shkak gabimeve, ne jemi gabimtar. Mi po na fyen fen, na fyen pejgamberin, na fyen Kur'anin. Faktikisht kjo është vepër që nxjerr nga besimi. Te azjeson të zavret. Për ata duhet më kujdes njeriu. Për atë e bodheri e Muadh ibn Xhebeli kur e pyeti pejgamberin Allahun, tha Resulullah, Allahu do të na morë në llogari çdo sen që e flasmi. Ka thë kolet ke umu ke ja Muadh, nona të hum do Muadh. Tha që këta nuk pedia se shumica e njerëzve që edhe në xhenem për shkak gjunjëve të tyre. E sot testatura bën gjunjë të tyre. Pra komenti ti. Për ata le të ketë kujdes njeriu çka shkruan, çka flet. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për një fjalë njeriu hedhet 70 vite në xhenem. Për një fjalë që nuk i kushton kujdes. E shlon edhe ka harru që e ka komentu. Ka harru që e ka thonë. 70 vite të poshtë në xhenem, Allahu na ruaj.